se kur do ta hedhin Ramën ata që kanë vënë Ramën, ne nuk e dim, por edhe ai do shtrydhet. Mendon se Sajmiri ishte vendosur nga ata pikërisht për këtë punë? Sajmiri e vendosi Edi Rama në atë detyrë sepse e dinte që Sajmiri e kryen atë punë. Okej, ti ke logjik tjetër. Unë mendoj që çdo person që gjendet në një vend, ai ka shkuar në atë vend për të realizuar një projekt. Janë metoda si sovietike, më duket, këto janë metoda sovietike. Më shumë se sovietike. Metoda sovietike ishin pak më drejt për drejta, pak më të njohura. Më burnore. Edhe më burnore. Po dalim te Sajmiri. Sajmiri u mor aty pikërisht se do kalonte të gjitha trampolinat një herësh, do ka përcente të bëhej ministri i brendshëm dhe sepse kishte një projekt për të realizuar. Mbaroi projekti, Sajmiri do të kishte atë fat. Domethënë sepse mbaroi projekti. Po. Kanë marru projekti i incineratorëve, ikën, nuk u bën, nuk u ashtu, parat u zhdukën. Pastaj ata të incineratorëve, për shembull, ish ministri ky Tigri, Arben Ahmetaj. Arben Ahmetaj, po edhe ky që bëri burgun, Lefter Koka, e mbaroi misionin. Mbarove misionin dhe shtrydhesh dhe pastaj do të hidhesh në koshin e plerave. Secili prej këtyre ka marrë misionin dhe është hedhur nga Rama. Se kur do ta hedhin Ramën ata që kanë vënë Ramën, ne nuk e dim, por edhe ai do shtrydhet.